Në botën e sotme të pasurive të papara dhe luksit të teskajshëm, milioneri Adrian Leka kishte gjithçka që mund të dëshironte. Vila me pishina që shtrihej si një oazë në mes të qytetit, makina luksoze që shkëlqenin në diell, dhe një pasuri që mund të kishte zgjatur breza të tërë familjarësh. Por diçka i mungonte, një bashkëshort që të kuptonte dhe të përshtatej me mënyrën e tij të jetesës. Një mbrëmje, ndërsa po shfletonte një platformë të re luksoze për bashkëshort me kontratë, syri i tij u ndal tek një vajzë që quhej Elira. Profilizimi i saj ishte perfekt, inteligjente, e bukur, me kulturë dhe e gatshme për një marrëdhënie biznesi. Pa shumë mendime, Adrian vendosi ta kontaktojë. Pak ditë më vonë, ai nënshkroi një marrëveshje që për shumicën mund të dukej si një kontratë e ftohtë biznesi, por për të ishte fillimi i një eksperiencë që do të ndryshonte jetën e tij. Çfarë Adrian nuk e dinte ishte se Elira nuk ishte thjesht një vajzë që priste të shitej në tregun e martësisë. Ajo kishte një mision sekret, një plan që e tejkalonte çdo pasuri ose kontratë. Në pamje të parë, ajo dukej e butë, e përulur dhe e gatshme të ndiqte çdo dëshirë të tij, por pas syve të saj fshihej një inteligjencë e ftohtë dhe një vendosmëri e hekur për të arritur diçka shumë më të madhe. Ditët e para të jetës së tyre së bashku kaluan në luks dhe dukje perfekte. Adrian e mbushte me dhurata, udhëtime dhe darka të shtrenjta, ndërsa Elira i përgjigjej me buzëqeshje të përulur dhe fjalë të mençura. Por gjërat nuk ishin aq të thjeshta sa dukeshin. Çdo lëvizje e Adrianit, çdo vendim që merrte, ishte pjesë e lojës së saj, një lojë që vetëm ajo e kuptonte dhe që po afrohej me një qëllim të fshehtë. Një natë, ndërsa Adrian flinte në dhomën e tij luksoze, Elira hapi një dosje të fshehtë që kishte marrë me vete nga vendi i saj i origjinës. Në dokumente dhe foto të fshehta, ishin fakte dhe informacione që mund të ndryshonin jo vetëm jetën e Adrianit, por edhe të gjithë njerëzve që ai mendonte se kontrollonte. Ajo nuk ishte thjesht një nuse online, ajo ishte një strategjiste, dhe milioneri i pasur, aq i sigurt në fuqinë e tij, ishte duke u futur në një rrjet që nuk mund ta kontrollonte. Ditët kalonin, dhe Adriani fillonte të ndjente se diçka nuk ishte e zakonshme tek Elira. Në dukje, ajo ishte e përulur dhe e dashur, por her pas here syri i saj kishte një shikim të ftohtë dhe të llogaritur, sikur çdo lëvizje e tij të ishte pjesë e një skeme që vetëm ajo e dinte. Një mëngjes, ndërsa Adriani po pinte kafen e mëngjesit në balkonin e vilës luksoze, Elira u afrua me një qasje të natyrshme, por me një ton që nuk i përkiste një bashkëshortje të zakonshme. Kam diçka për të treguar, tha ajo, duke e shtrirë një pako të vogël para tij. Brenda pakos kishte letra dhe dokumente që përshkruanin marrëveshje sekrete, llogari bankare anonime dhe imazhe që lidheshin me njerëz të fuqishëm, të cilët ishin pjesë e një rrjeti që Adrian nuk e kishte menduar kurrë se ekzistonte. Adriani u trondit. Ai ishte një njeri i pasur, i fuqishëm dhe zakonisht i qetë përballë situatave të papritura, por këto informacione i hapnin një botë që ai nuk e njihte. Elira e kishte përdorur martesën online jo thjesht për të fituar një jetë luksoze pranë tij, por për të futur veten në qendër të një misioni shumë më të madh, një mision që përfshinte drejtësi, hakmarrje dhe zbulime që mund të trondisnin njerëz të fuqishëm. Adriani filloi të kuptonte se marrëdhënia e tyre nuk ishte e zakonshme dhe çdo dhuratë, çdo udhëtim dhe çdo buzëqeshje e saj kishte një qëllim të fshehtë. Ai filloi të ndihej i kontrolluar nga dikush që nuk kishte frikë, dikush që ishte shumë më i mençur se sa mund ta kishte imagjinuar. Në ditët që pasuan, Elira filloi të ndërtonte planin e saj me kujdes. Ajo i tregonte Adrianit vetëm pjesë të historisë, duke lënë boshllëqe të qëllimshme që ta bënin të varur nga ajo, të besonte çdo fjalë të saj dhe të mos dyshonte në qëllimet e saj të vërteta. Adrian, pa e kuptuar, po hynte në një lojë ku pasuria dhe fuqia e tij nuk ishin më të rëndësishme se inteligjenca dhe vendosmëria e saj. Një natë, ndërsa Adriani po flinte, Elira u ul përpara kompjuterit të saj dhe filloi të hidhte hap pas hapi planet që kishte për të zbuluar sekretet e njerëzve që i kishin bërë padrejtësi familjes së saj. Çdo dokument që ajo kishte mbledhur dhe çdo informacion që kishte marrë, ishte pjesë e një strategjie të madhe, dhe milioneri që mendonte se kishte blerë një nuse online, po bëhej pjesë e një loje ku ai nuk kishte asnjë kontroll.
Adriani kishte filluar të ndjente diçka që nuk mund ta shpjegonte. Për vite me radhë, ai ishte mësuar që gjithçka në jetën e tij të kontrollojë, kontrata, investimet, marrëveshjet dhe madje edhe miqt. Por tani, pranë tij, ndodhej dikush që nuk mund të matet me pasuritë ose ndikimin e tij, dikush që kishte një inteligjencë dhe vendosmëri të fshehtë, dhe që po luante një lojë të sofistikuar me të, një lojë ku Adriani nuk ishte më dominuesi. Ditët e fundit kishin qenë të mbushura me situata të pazakonta. Elira, në dukje, ishte gjithmonë e sjellshme dhe e përulur, por çdo fjalë e saj kishte një nënkuptim dhe çdo buzëqeshje kishte një fshehtësi që vetëm ajo e kuptonte. Një mëngjes, Adriani e gjeti Elirën duke shfletuar dosje të vjetra dhe letra të fshehta të mbledhura nga burime të ndryshme. Kur e pyeti se çfarë po bënte, ajo ju përgjigj me qetësi: "Vetëm po sigurohem që gjithçka të jetë në rregull për ne të ardhmen." Por tonet dhe mënyra e saj e fjalës nuk ja fshehen faktin se diçka po planifikohej. Kjo ditë ndryshoi gjithçka. Adriani u ndje për herë të parë i pafuqishëm, i shgënjur dhe paksa i frikësuar. Ai filloi të kuptonte se kishte hyrë në një rrjet të komplikuar ngjarjesh që nuk mund t'i menaxhonte vetëm me pasurinë e tij. Elira kishte strategji dhe qëllime që shkonin shumë më larg se sa një martesë luksoze. Ajo kishte një mision, të ekspozonte padrejtësitë, të rivendoste barazinë për familjen e saj dhe të ndëshkonte ata që kishin keq përdorur fuqinë për të shtypur të tjerët. Një pasdite, ndërsa Adriani po kthehej nga një udhëtim biznesi, gjeti Elirën duke komunikuar fshehurazi me disa kontakte përmes mesazheve të koduara. Ai u ndjej i tradhtuar, i shgënjur dhe i hutuar njëkohësisht. "Çfarë po bën ti?" e pyeti, duke u përpjekur të ruante qetësinë në zërin e tij. Por ajo ju përgjigj thjesht: "Dua të sigurohem që të drejtësia të bëhet." Një frazë e thjeshtë, por me një domethënie të madhe. Ai po kuptonte që bashkëshortja e tij nuk ishte thjesht një partner për jetën luksoze, ajo ishte një strategjiste e aftë dhe e vendosur, dhe ai po hynte në lojën e saj. Ditët kalonin dhe tensioni rritej. Adriani filloi të vëzhgonte secilën lëvizje të saj, duke u përpjekur të kuptonte ku po shkonin veprimet e saj. Por gjithçka që shihte, dukej se ishte pjesë e një skeme shumë më të madhe se ai. Elira kishte filluar të organizonte takime të fshehta, të siguronte dokumente të vjetra, të mbledh dëshmi për njerëz që kishin bërë padrejtësi, dhe gjithçka dukej e lidhur me një plan madhor që vetëm ajo e kuptonte. Një natë, Adriani u zgjua nga një ndjesi e pazakontë. Ai ndjeu se diçka po ndodhte në dhomën e studimit të tij. Kur u ngjit për të parë, gjeti Elirën duke shfletuar dokumente dhe duke përgatitur një plan të detajuar për hapjen e ardhshëm të saj. Ai ndjeu një kombinim të habitjes, frikës dhe admirim për inteligjencën e saj. Ishte e qartë, ajo nuk ishte thjesht një nuse online, por një grua me vizion dhe vendosmëri. Në këtë pikë, Adriani filloi të kuptonte se pasuria e tij nuk ishte më e rëndësishme se mençuria dhe strategjia e Elirës. Ai filloi të ndihej i pafuqishëm, diçka që nuk kishte ndodhur kurrë më parë. Për herë të parë, ai u ballafaqua me një situatë ku nuk mund të kontrollonte gjithçka dhe ku inteligjenca dhe vendosmëria e një gruaje po dominonte çdo hap të tij. Një ngjarje vendimtare ndodhi pak ditë më vonë. Një biznesmen i njohur, i cili kishte tradhtuar dhe shfrytëzuar shumë njerëz, u paraqit në shtëpinë e tyre duke kërkuar ndihmë për një marrëveshje. Elira e priti me qetësi, duke e ditur që kjo ishte një mundësi për të zbuluar sekretet e tij dhe për të ekspozuar padrejtësitë që kishte bërë. Adriani u ndjej i shqetësuar, por ajo i shpjegoi se gjithçka ishte pjesë e një planifikimi të kujdesshëm. Pasi biznesmeni u largua, Elira ju kthye Adrianit dhe i tha: "Çdo gjë që ndodh ka një qëllim më të madh. Ti nuk e kupton ende, por gjithçka që po bëjmë ka kuptim." Adriani filloi të kuptonte që çdo lëvizje e saj ishte pjesë e një strategjie të sofistikuar. Ajo nuk po manipulonte vetëm njerëz të fuqishëm, por po ndryshonte rrjedhën e gjërave në mënyra që ai nuk mund t'i parashikonte. Në këtë pjesë të tretë, raporti mes tyre ndryshon thellësisht. Adriani kupton se pasuria dhe fuqia e tij nuk janë më të rëndësishme se inteligjenca dhe qëllimet e fshehta të Elirës.
Ai fillon të ndjej një lloj respekti, por edhe frike, për një grua që e ka tejkaluar në çdo aspekt. Çdo ditë që kalon, ai më shumë e kupton se nuk ka kontroll mbi këtë marrëdhënie dhe qëndrimi i tij tradicional si njeri i fuqishëm është i papërshtatshëm për situatën. Në përfundim të kësaj pjese, Adriani është në një situatë delikate. Ai duhet të vendosë nëse do të pranojë lojën e Elirës dhe të mësojë të bashkëpunojë me të, apo të përpiqet të marrë kontrollin mbi situatën, diçka që deri tani ka qenë e pamundur. Sekreti i saj po bëhet gjithnjë më i qartë, dhe çdo hap i saj po e zhyt Adrianin më thellë në një rrjet intrigash dhe plane të fshehta. Ditët kalonin dhe Adriani po fillonte të ndjente një tension që nuk kishte provuar kurrë më parë në jetën e tij. Nuk ishte vetëm pasuria ose pozicioni i tij në shoqëri që e bënte të ndjehej i fuqishëm, tani ai po përballej me një forcë që nuk mund ta mathe me para, inteligjencën dhe vendosmërinë e Elirës. Çdo ditë, ajo zbërthente sekretet e njerëzve të fuqishëm që kishin abuzuar ose keq përdorur të tjerët, dhe çdo lëvizje e saj dukej si pjesë e një strategjie të mirë menduar. Një mëngjes, Adriani zgjoi me ndjesinë se diçka nuk shkonte. Elira nuk ishte në dhomën e saj dhe telefoni i saj ishte i fikur. Një ndjenjë shqetësimi e pushtoi, por për herë të parë ai filloi të kuptojë se nuk kishte kontroll mbi situatën. Pak minuta më vonë, një email i koduar mbërriti në kompjuterin e tij, një mesazh nga Elira me udhëzime të qarta se ku të shkonte dhe çfarë të shite. Ai ndoqi udhëzimet dhe u gjend përballë një vendi të fshehtë në periferi të qytetit. Kur hyri, zbuloi dokumente, dosje dhe materiale që lidheshin me një rrjet ndërkombëtar korrupsioni dhe abuzimi të fuqishëm. Ishte e qartë që Elira kishte punuar për muaj të tërë për të mbledhur këto të dhëna dhe qëllimi i saj nuk ishte vetëm të ekspozonte njerëzit që kishin bërë padrejtësi ndaj familjes së saj, por të shpëtonte të pafajshmit dhe të rivendoste drejtësinë në mënyrë drastike. Adriani, i habitur dhe pak i frikësuar, e pyeti: "Pse nuk më ke thënë më parë për këtë?" Elira u kthye dhe i tha me qetësi: "Sepse nuk mund të rrezikoja qëllimin. Ti nuk do të kuptoj rëndësinë e çdo hapi nëse do ta dinit paraprakisht. Tani je pjesë e këtij misioni dhe zgjedhja është jote, mund të ndihmosh ose mund të qëndrosh jashtë lojës." Ky moment ishte një pikë kthese për Adrianin. Ai filloi të kuptonte se martesë me një nuse online nuk ishte thjesht një kontratë ose një marrëveshje luksoze. Ai ishte futur në një rrjet intrigash dhe plane të fshehta, dhe Elira ishte udhëheqësja e paikur e këtij rrjeti. Çdo pasuri që ai kishte, çdo lidhje që ai kishte ndërtuar, nuk kishte rëndësi përballë mençurisë dhe strategjisë së saj. Ditët pasuan me tension dhe diskutime të forta. Adriani filloi të përpiqej të kuptonte misionin e Elirës, të analizonte çdo hap të saj dhe të gjente mënyra për të ndihmuar, por gjithmonë duke u ndjerë një hap pas saj. Ai kuptoi se ajo nuk ishte thjesht një grua që mund të kontrollonte ose manipulonte, por një strategjiste që kishte vizion dhe qëllime shumë më të mëdha se çdo gjë që ai kishte parë ndonjëherë. Një natë, ndërsa ishin në vilën e tyre luksoze, Adriani vendosi të përballet me të. "Elira, më trego të vërtetën. Nuk mund të vazhdoj kështu, duke u ndjerë i pafuqishëm dhe i humbur në këtë lojë që po luan," tha ai me një zë të qetë, por të vendosur. Elira e shikoi dhe buzëqeshi me një qetësi të frikshme. "Të vërtetën? E vërteta është se ti mendove se mund të më kontrollosh. Por unë nuk jam një objekt që mund të blihet. Unë jam një forcë që ka një mision. Nëse do të jesh pranë meje, duhet të pranosh lojën dhe të kuptosh se çdo hap ka një arsye." Ky ishte momenti kur Adriani kuptoi plotësisht se nuk kishte kthim pas. Martesa e tij me Elirën nuk ishte thjesht një marrëdhënie luksoze, ishte një rrugëtim ku secili hap do të ishte një provë për forcën, durimin dhe besimin e tij. Ai filloi të mësonte të bashkëpunonte me të respektonte inteligjencën dhe vendosmërinë e saj dhe të kuptonte që misioni i saj ishte më i madh se çdo gjë që ai mund të kishte imagjinuar. Ditët kaluan me një ritëm të paparë. Adriani, tashmë i vetëdijshëm se nuk kishte kontroll mbi lojën e Elirës, filloi të bashkëpunonte me të, por gjithmonë me një ndjesi të lehtë tensioni.
Ai mësoi të respektonte inteligjencën dhe vendosmërinë e saj, duke kuptuar se çdo veprim dhe çdo hap i saj kishte një qëllim më të madh. Elira, nga ana tjetër, ishte gjithnjë më e vendosur dhe e qartë në misionin e saj. Ajo kishte mbledhur prova të mjaftueshme për të ekspozuar një rrjet të gjerë korrupsioni dhe abuzimi, dhe tani po vinte në një pikë ku çdo gjë ishte gati për të shpërthyer. Çdo ditë, çdo informacion i mbledhur nga ajo shtonte tensionin dhe pritshmërinë. Një mëngjes, Adriani gjeti një dosje të madhe mbi tavolinën e studimit. Brenda saj ishin fotografi, dokumente dhe mesazhe që lidheshin me njerëz të fuqishëm, të cilët kishin shfrytëzuar dhe manipuluar shumë familje të pafajshme. Ai kuptoi se misioni i Elirës nuk ishte thjesht hakmarrje personale, ajo po përpiqej të rivendoste drejtësinë dhe të ekspozonte të vërtetat që shumë kishin përpiqur t'i fshehin. Adriani, duke ndjerë përgjegjësinë dhe fuqinë e situatës, vendosi të ndihmojë Elirën. Ata filluan të punonin së bashku, duke shfrytëzuar lidhjet e tij dhe inteligjencën e saj strategjike. Çdo hap ishte i kujdesshëm, çdo veprim i planifikuar. Dhe për herë të parë, Adriani ndjeu emocionin e një bashkëpunimi të sinqertë dhe të fuqishëm. Kur ditët e fundit përgatitjesh arritën kulmin, Elira vendosi të ekspozonte të gjithë rrjetin e padrejtësive përpara publikut. Adriani qëndroi pranë saj, duke e mbështetur, por edhe duke kuptuar plotësisht se ai nuk ishte më dominuesi, ajo ishte udhëheqësja e këtij misioni. Publiku, mediat dhe njerëzit e fuqishëm që kishin menduar se mund të kontrollonin gjithçka, mbetën të shokuar. Në momentin kur e gjithë e vërteta doli në dritë, Adriani kuptoi diçka thelbësore. Ai nuk kishte humbur në këtë marrëdhënie. Ai kishte fituar diçka shumë më të rëndësishme. Ai kishte fituar respektin dhe besimin e një gruaje që jo vetëm që e tejkaloi në mençuri dhe strategji, por gjithashtu e mësoi se pasuria dhe fuqia nuk janë gjithçka. Dashuria, respekti dhe besimi janë më të fuqishme se çdo kontratë ose pasuri materiale. Elira dhe Adriani dolën nga kjo përvojë jo vetëm të pasuruar nga eksperjenca dhe njohurit, por edhe të lidhur në një marrëdhënie të re, ku bashkëpunimi dhe besimi ishin themelet e saj. Martesa e tyre, e cila filloi si një kontratë online, ishte transformuar në një lidhje të vërtetë dhe të fuqishme, ku secili mund të ndihej i barabartë dhe i respektuar. Në përfundim, historia e milionerit që bleu një nuse online nuk është thjesht një tregim për pasuri dhe luks, por një mësim për fuqinë e inteligjencës, vendosmërinë dhe të vërtetën. Adriani dhe Elira provuan se lidhjet e vërteta nuk mund të blihet me para, dhe se besimi dhe respekti mund të ndryshojnë çdo marrëdhënie, duke e bërë atë të përjetshme.